dje e kuptova edhe e vërtetova që në Klin Dugaxhinit, Klin Begut, 70 euro apartman nata. Do më thonë me pame nga shkurët, ku ta di. Kjo nuk është hajgare, kjo është realitet. 50 ka qenë, 2,50 që ka. 70, kjo është senzacionale. Edhe ka njerë, unë kundërshtoj misht që i kam, sepse edhe ATV dhe emisioni kemi shumë mërgjimtar, thëm, i keni ankesa këto ngritjen e çmimeve, mirë, po 70 euro në Klin, jo në Klin, në asë një vend Kosovës, nuk besoj që ka hak një apartman 70 euro. E ma na jemi të njëjti që kur shkojmë në Shqipëri, ankohemi qysh espresso 1 euro e gjys. A 1 euro e gjys e pin afer katedrales, du me përmen emra, me pamje ka gurt, bërlogu, kanoqet, edhe këtu jena në regull, sepse aty rrë një profesor, një doktor, edhe demek, edhe unë jam, adim që aty me këta, një farë snobizmi, jo, në falem edhe për festivale, për shumë tash edhe çmimet e në festivale, biletat, pijet, jënë të bo, sepse po llogaritet jo vendort, jënë këta që vinë be jashtit, edhe realisht, vendorve është të ju kushtu, sepse nuk po kanë qysh me balafaqu me këtë rritjet madhe çmime. Na me statistika jemi me inflacionin më të lartë në Evropë, dytit, mas Romanisi, është Kosova. Nuk ka shkesh, me rëndësi si jena të partë. Si jena të partë. A mendoni që, për shembull, që festivali Sunhill i ka pas biletat e shtrejta? Qëre, tash me qka llogaritet, se unë fillim u do kështrajt, kur pash mas një do festivale lokale, shumë ma pak, asi qereku i çmimit Sunhillit, mas ne thash që jo ka dalë Sunhillit s'ku ka shtrajt, këta ko kanë shtrajt. Shtu e di që nga bëjnë krejt ata artist. Po 70 euro nota në Klin me flesh. Me po me pe gurthysit. 200 euro në Bërnic. Aj! Po më duket në Klin ka pas në festival, se këta e kanë zakon, kur të buon kështu festivalet në